Në çdo ditë, tensionet në shtëpinë më të famshme marrin hov brenda pak sekondash. Një debat tjetër i fortë është zhvilluar mes Egli dhe Jozit. Shkak i përplasjes është bërë takimi që Egli zhvilloi me ish-partnerin e saj, aktorin Olci Bylyku. Jozi akuzoi Eglin për përdorimin e kunjave ndaj Olcit gjatë këtij momenti. Megjithatë, Egli nuk e ka lënë pa reaguar këtë deklaratë, duke theksuar se fjalët e saj nuk ishin thumba, por thjesht e vërteta që ajo ka ndier nevojën t'i thotë hapur. Dy kunja ja hodhe, edhe ditën që erdhi me të respektuar prap i hodhi kunja se kështu je ti, nuk e cipti, e ke lënë cipën jashtë. Ja plasi në fytyrë këtë deklaratë Jozi, ndërsa Egli ja ktheu. Respektin e kam patur 10 herë më të madh dhe mund të nxjerr nga goja çfarë të dua unë. Ti shiko çfarë nxjerr vet nga goja se unë baj përgjegjësi për të mijat. Tani vazhdoj me Romei ish-partnerin tim. Këto 3 ditë, atë bëj. Ja ktheu Egli, tepër e acaruar. Nuk merre me atë, merre me ofendimet, pisliqit që ke nxjerr prej goje ti dhe shembullin më të lodhur që ke dhënë ti në këtë shtëpi, deklaroi Jozi, ku mori vëmendjen e shikuesve me këtë debat me Eglin. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.